Apo ka një rend absolut hallesh, jo thjesht rend relativ se cilin hallet që do ketë halle, do ketë halle. Patjetër. Do të thotë për këtë bijem dakord. Ndryshe duhet ishim jashtëzakonisht shumë të lumtur. Qoftë edhe për të kaluar gardhin edhe për të vajtur te fshati tjetër, ose për të kaluar kufirin për të vajtur te fshati tjetër. Se megjithatë edhe një jetë hipotetike sa ju se ekziston, po një jetë hipotetike pa hallë është e frikshme, është një jetë bosh, një jetë po, shiko, sfidat dhe sprovat e mban njeriu është stërvitje, apo jo? Okej. Po sikur të flasim mbi dy fjalë, që ngjajnë jashtëzakonisht shumë. Mbi jetesë edhe jetesë. E gjeni dot dallimin mbi jetesë? Po. Dhe jetesë. Po. Jo e gjejmë dallimin, Genci, po kam përshtypjen pjesa më e madhe e jetojnë çdo ditë të diferencën që bën mbi jetesa nga jetesa, kështu që. Atëre gënjeshtra e parë është pse na kanë thënë që duhet të mbijetosh këtu në këtë katundin ton? Pse jo të mos jetosh? Çfarë tipologjie sjellje ka mbi jetesa? Po e ekstremizoj. Po që ta bëjmë të kuptueshme, po. Mbi jetesë. Si vepron në pyll, dhe si vepron në fush. Ka që thjesht. Se ne i ngatrojmë këto të tëra, na thuhet në për lajme njërën tjetrën. A ka mundësi të zbërthehen në fjalë më të vogla që të kuptohen të tërë dhe në fundit ne të gjithë të mprehim qëllimin? Kush e ka, do më thënë, ajo që konstatoj shumë shpesh edhe nga zëleje. Ju e dini që bën këto ndeshje ndërkombëtare apo jo, me Shqipërinë. Te Air Albania diku aty në stadium. Dhe dalin këto gazetarët kryesisht të terrenit me një mikrofon në dorë i thotë ajo është vajzë e re, tash i ka filluar punë njërën tjetrën dhe me mikrofon i thotë atij si ndihesh? Dhe ai direkt bën shqiponjën dhe thotë o sa mirë me qenë shqiptar. Dhe nga i entuziazëm, gazetarja e vogël bën pyetjen vrastare, pastaj po pse? Aty çeqi montazhierët pastaj për ta hequr. Në rast se nuk do gjendet kjo pseja, nuk do gjendet edhe kjo parulla o sa mirë me qenë shqiptar. A duhet të ketë patjetër një përgjigje kjo pseja? Ne qeshëm, po kjo është e rëndë. Ka përgjigje. Sigurisht që ka përgjigje. Mbi jetesë dhe jetesë ndër më të vjetrat e civilizimit që neve njohim apo i kemi futur në historinë tonë. Pse nuk po zihemi ne tash i kujt është ai mozaiku në Lin? Sa vjeçar është? Nuk po çuditemi, shikohet se mos gërmo këtu apo atje, se mos ta del ndonjë gjë. Po pse jo? Japim zgjidhje, i heqim hijet e dyshimit. Jo, nuk e zgjidhim ne. Sigurisht nuk e zgjidhim. Jam patenta tjera ato. E këtë e kishe me ironi, besoj, normal. Po patjetër. Qartë, sepse kjo përgjigja e pyetjes pse duhet lidhet një çike edhe me kuptimin e jetës tonë aktualitet, jo 6.000 vite para lindjes Krishtit. Më thënë ndryshe, janë disa shoqëri që lidhen në këtë vargëzim veprimesh, tek veprimi i tyre, tek qëllimi i tyre dhe pastaj për tek përshtatja. Okej? Këtë e studiojmë edhe neve në shkollë. Në fakt është një reng tjetër, është qëllimi, është veprimi dhe pastaj përshtatja. Boll të ndryshosh këto dy vende, veprimi dhe qëllimi, kush është prioritari? Këtu do zbulosh pastaj që kush është qëllimi që polici rrugor më fshihet mbas kaçubeve aty duke më gjuajtur për shpejtësinë time. Është i gjobave? Okej, në rast se është për gjoba, unë kam bër felony,
e kam bërë krimin tim duke ndezur makinën. Në rast se lexon rregullorën, po të ndezësh makinën, bën patjetër një dëmtim edhe duhet marrësh gjop, okay? Pra ai polici që fshihet nuk ka hallin që unë të ul shpejtësinë. Hallin që do të vendos gjobën. Ai ka hallin që të më marr mua gjobën. Se për të ulur shpejtësinë pastaj ne kemi një gjë më të tmerrshme, quhen policë të shtrirë. Në rrugë. Ai është genocid i pastër pastaj që thyet makina si ati që ecën shpejt si imja që nuk eci dot shpejt. Dhe jo vetëm makina, po edhe trupi të sakatohet nga. Nuk flasim për likuidin që kemi këtu që quhet trup. E lëm mënjan atë. Problematika ca vinë dhe shtohen, sa më shumë. Jo, janë shumë të thjeshta. Po thjesht nuk i kanë kualifikuar si lëndë të caktuara në 8 vjeçare, 9 vjeçare, nuk e di se çfarë. Janë shumë të thjeshta. Më lejoni të them. Gallata që kemi në këto diskutimet intelektuale. Si ka mundësi që e kemi quajtur një gjitar që mund ta mbajmë edhe në shtëpi, qen mace etj, që shikoj se ai ka instinkte. Në fakt, po ta shikoj, ai është jashtëzakonisht shumë racional. Ai e ndjek qëllimin e tij në mënyrë perfekte. Dhe ne i themi, ndoqë ai, po patjetër është instinkti, unë nuk e kam, unë jam më i mirë. Çfarë na bën neve më të mirë? Kjo vjen duke studiuar macën time që kam në. Edhe unë kam një macë kënce dhe e shoh që kur është i vendosur për ta marrë një. Patjetër janë gjithë mend dhe ne i shikojmë mojti e instinkteve të hedhur shimun apo jo? Po patjetër. Kështu që janë diskutime që besoj me fjalë të vogla është ai manualet që neve na mungojnë, që i kemi hedhur, ose është ajo shpreha tjetër e dashuroj atë. Të kanë ngrënë dhia librat, sa bukur, sa bukur. Dhia që ka qelluar tek to faqe. Pse pikërisht dhia apo është kafshë ha gjithçka? Ha gjithçka. Duke filluar nga gjëmbët, ajo i pëlqen gjëmbat, ne nuk i durojmë dot, i bëjmë shumë çaj, ndërsa dhia i ha. Edhe na kanë ngrënë pikërisht ato faqet e civilizimit për dreq. Ose çfarë ti bësh? S'keçi bën. Tani jemi në kohë të rikthejmë ato faqet e civilizimit? Po patjetër, gjithmonë jemi në kohë. Gjithmonë jemi në kohë. Ku duhet kërkojmë që ti rikthejmë? Ku është ajo gurra jon? Në plera e hoqëm si opsion, se nuk janë në plera. Nuk janë në plera. Janë quhet në memorien kolektive. Për këtë memorien kolektive ka folur Rahmet Pas Ismail Kadare, tek romani Kështjella, rrethimi, duke përshkruar kampin turk më shumë se sa qendresën shqiptare, se si bënin tunele poshtë që të dilnin. Po, një ndër to. Po. Edhe ai e pa thënë që atëre se çfarë na kanë bërë të tjerët. Ne sigurisht ato faqe dhia ashtu është një muhabet. Janë këtu, janë të gjitha shenjat. Një quiz që do doja ta ndaja me ju. Në bazë të njohurisë tuaj, kur ka filluar lufta e Vlorës? Lufta e Vlorës në 1920. Po, je nga Vlora. Jam nga Vlora, po. Perfect. Po. Tell me. Kur filloi? Si muaj. Si muaj si datë, kemi datë. Ka një datë. Po. Po më vjen muaj të shitita se u turprova dhe me ata që më dëgjojnë tash. Jo, nuk ka, kemi rënë dakord, nuk ka turp. Okej, s'ka turp. Atëherë po ta them. Po. 1 ose 2 qershor. Po, 1 ose 2 qershor. 1920. Varet kur i ka vajtur Piacentinit ai. Po, generali italian. Okej. Kur mbaroi lufta? Lufta duhet të ketë mbaruar me Kongresin e Lushnjës. Ka filluar me Kongresin e Lushnjës. Më fal, po ka filluar me Kongresin e Lushnjës, po. Kongresi i Lushnjës ishte 21 janar 1920. 1-2 qershor.
filloi dhe mbaroi 1-2 shtator. Po, 1920. 1920. Piacentini, në bazë thashë them, nuk e di tash, nuk jam historian, nuk iku nga Sazani, thjesht iku nga Vlora. Po. Okej, Sazani në mbajti. Po, e mbajtën Okej? italian, po. Bukur. Një ndër ikonat e luftës së Vlorës. Mund të më thoni? Selam Musai, Osman Axhiu. Qëndrojmë te i pari? Po, oj, Okej, ne Selam kemi Musai. edhe një bust atje apo jo? Po, te Komune e Parisit. Te Komune e Parisit. Po, te Komune e Parisit. Okej. Ai ka ndruar jetë në aksion nga data 20 qershor, më duket. Do më thënë 1-2 qershor, 20 qershor, kemi fatkesin që Selam Musai nuk ishte më me ne, okej? Po nga 21 qershori deri në, po themi 2 shtator, kush luftoi? Po, ata të tjerët që ngelen pas Selam Musai. Që 10 ditëshin e parë na vdiq heroi, pastaj Po të tjerët, ata që ishin lebrit e tjerë. dhe mashtrimi tjetër. Si ka mundësi që ishin këta, si quheshin, barit me çomange, me që hodhën Piacentinin në det njërën tjetër? Pse nuk përmendet fakti që ajo lëvizje Po? e 20-s, Po. besoj do ketë qenë edhe për ndonjë për nartën aty, apo jo se kishin për nartën, ne kishim vetëm për Sazan, për Piacentinin, okej? Po. Si ka mundësi që nuk i përmend njëri ata që ishin pjesë e Kongresit të Lushnjës, Po? dhe që u vunë në krye të kësaj lëvizje? Po pse mendojnë që ka ndodhur gjitha kjo? S'po e Po, sepse kuptoj, s'po i ishte- lidh dot ruazat. Po pse janë shumë të thjeshta? Ne Ajo nisi me Kongresin e Lushnjës, pra u mor si vendim, si thua, edhe kjo ishte si një forcë e armatosur e Kongresit e Lushnjës për të çliruar Vlorën. Okej, shumë qartë është, domethënë. sepse menjëherë mbas kësaj ndodh edhe pranimi në OKB i Shqipërisë. Po, me Fanolin atje në mos gaboj, me Turhan Pashën, mos gaboj. Dyshoj, nuk jam mirë Nuk ka rëndësi, për okej, emrat, okej, domethënë, okej, po që okej. fal kësaj lufte ne u futëm në OKB. Po, Nga 12-ta deri në 20-ën, po, është një 8 vjeçar që po. s'para Përmendën. e dim fare mirë se çfarë ndodhi. Pra unë shikoj një lloj populizmi, apo gati nënvlerësimi të mendjes këtu tek ne. Oh, Dhe kjo, u e bën barit me çomange. Po ju kujtoj një histori tjetër. Te filmi Ball për Ball. po. E keni po, parasysh? po. Profesori Mbeni Mami shumë i respektuar, domethënë shërbente si ushtar, okay? Oh, by the way, dua falenderim të veçantë për profesor Albeni Mamin, sepse ka qenë bashkëshkruesi i kushtetutës Po, e di, të vitit vite më vonë. Po. Që unë- Bashkëkartuesi i kushtetutës vitit 1998, kushtetutës son. Po, si vërtet janë gjëra që E vërtet është. do duhet i them. Ndërkohë që profesor Beni Mami shërbente në bazë, te filmi Ball për Ball, Kadri Roshi i madhi ishte me një shokun e vet me një pushk me Belgjik që do mbronte bazën Po, dhe do detyronte rusët që të mos na merrnin bazën